dini që mund të vendosni filtra për situatat që juve doni në jetën tuaj? A e dini që mund të vendosni filtra për njerëzit që juve doni t'i shihni në jetën tuaj, doni që ata të kenë një ndikim në jetën tuaj dhe për ata që nuk i doni në jetën tuaj? A e dini që të njëjtën gjë mund ta bëni për situata të ndryshme që doni që t'ju ndodhin në jetën tuaj dhe situata që nuk doni që të ndodhin në jetën tuaj? Le të kemi një shembull, shkoni në një website në të cilin ka veshje nga më të ndryshmet. Nëse juve thjesht futeni në këtë website, do shikoni që aty do ju dalin çorape, bluze, pantallona, kpucë, për fëmijë, për gra, për burra, pra të gjitha opsionet e mundshme. Nëse ju vendosni një filtr që unë dua të shoh për çanta femrash, okay? Filtrat janë gjithmonë edhe më specifik nëse juve do vendosni që të jeni më specifik në ato që doni. Në momentin që juve vendosni një filtr, do ju dalin pikërisht ato që juve doni të shihni të realizuara në jetën tuaj gjithmonë. Por nëse ju nuk e kërkoni këtë gjë, atëherë situata do jenë të gjitha ato të mundshme për të dalë përpara syve tuaj. Përfshir këtu situatat negative, situatat që juve nuk keni lidhje fare, situata nga më të ndryshme, njerëz nga më të ndryshmit. Nëse juve nuk kërkoni atë gjë që dëshironi të shfaqet në jetën tuaj,